E kam pyetur të urtin, si ta dallojmë njeriun e mirë. Ai tha, njeriun e mirë e njeh në heshtje, në mënyrën si të trajton pa përfitim. Ai s'ka nevojë për vlerësim, sepse mirësia e tij i buron natyrshëm. Në praninë e tij ndihesh i qetë, jo i gjykuar. Mirësia e vërtet nuk bëhet për t'u parë, por për t'u ndjerë. E kam pyetur të urtin, si ta dallojmë njeriun e mirë. Ai tha, njeriun e mirë e njeh në heshtje, në mënyrën si të trajton pa përfitim. Ai s'ka nevojë për vlerësim, sepse mirësia e tij i buron natyrshëm. Në praninë e tij ndihesh i qetë, jo i gjykuar. Mirësia e vërtet nuk bëhet për t'u parë, por për t'u ndjerë.